Demokratike ka ca njerëz të cilët e duan Partinë Demokratike. Nuk ndodh në asnjë parti tjetër që të përjashtojnë edhe të vesh para derës Partisë Demokratike dhe të kërkosh arsye pse më ka përjashtuar. Nuk besoj që ka antarë të tjerë në ndonjë parti tjetër që të bëjnë të njëjtin gjë. Po, se ca të tjerë largohen dhe marrin poste nga pushteti. Ikin e shohin punën e vet, kurse ka njerëz në Partinë Demokratike që kërkojnë edhe duan arsyen. Në mos gabojnë Elbasan duke kanë përjashtuar dhe Zheni Gjergjin, ish deputete, që u bë drejtoreshe e spitalit. Patjetër. Tani diskutimi është në atë çka po ndodh, unë e shoh si një situatë surreale me të drejtën. Qëse Partia Demokratike mund të shëndosh dhe mund të bëhet e fortë vetëm në debati i brendshëm të bën të fortë. Tani Sali Berisha nuk ka perëndi që rrezikon Partinë Demokratike. Donald Trumpin vej përballë, fiton Sali Berisha në Partinë Demokratike. Ke komisioni zgjedhor i Partisë Demokratike, dhe Donald Trumpin, Jezu Krishtin, Muhamedin vej kandidat bashkë, dhe Sali Berisha në anë tjetër, fiton Sali Berisha. Unë se kuptoj arsyen pse nuk duan të paktën të lejojnë garën. Do të fitoj si